24 orë më parë mbeturinat i Dogjën dhe Tymi për një kohë të konsiderueshme u përhap jo vetëm në shtëpit pranë kodrave të bardhajve, por edhe në bllokun e banimit të zonës së stacionit të trenit. Mbetjet e grumbulluara pranë kodrave të bardhajve, ku fillojnë varrezat e dëshmorëve, vazhdojnë të jenë ndër zonat më problematike me ndotje midisore në territorin e qarkut të Shkodrës. Këtu janë përzierë gjithçka, nga inertet e ndërtimit deri te mbetjet shtëpiake dhe ato shtazore e spitalore. Siç tregojnë edhe pamjet, gjithçka është pushtuar nga mbetjet dhe ndotja masive. Përballë kësaj situate, disa individ kanë zgjedhur rrugën më të shkurtër, por edhe më të rrezikshme, djegjen e tyre gjatë natës. Ky veprim i papranueshëm në çdo stin të vitit, por sidomos gjatë verës me temperatura të larta, përbën një akt flagrant, pasi Tymi i përhapur paraqet rrezik serioz për shëndetin e qytetarëve. Në fakt nuk kanë munguar reagimet her pas here nga banorët e zonës për këtë situatë, por zëri i tyre ka rënë në vesh të shurdhër. Në këto kushte, individ të ndryshëm ndërmarrin veprime të papërgjegjshme dhe i vënë flakën mbeturinave. Për mbrojtjen midisore të Shkodrës dhe pushtetin vendor, kjo gjendje përbën një përgjegjësi të madhe. Stoqet me mbetje dhe inerte duke filluar nga kjo zonë kanë rrethuar qytetin e Shkodrës prej shumë vitesh dhe asnjë institucion nuk merr përsipër ta ndryshojë këtë gjendje të papranueshme dhe të dënueshme.